Bashkimi Evropian është duke analizuar gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të japë gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje, deklaroi të hënën në Podgoricë shefja e politikës së jashtme të Unionit, Kaja Kallas. E pyetur për ngërçin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha gjatë një konference për mediat se ajo çfarë po bën këtë muaj është analizimi së bashku me të dërguarin e BE-s për dialogun, Peter Sorensen, i cili mori detyrën në shkurt. Çfarë është me rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë, asnjëra nga tonë nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kallas nuk dha më shumë hollësi se cilat mendon që ishin gabimet, apo çfarë nuk ka shkuar deri më tani në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Me gjithë dialogun e zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngecur dhe tensionet janë rritur. Përfaqësuesja e lartë për politikë jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, nga 7 deri më 9 prill, është duke vizituar disa shtete në Ballkanin Perëndimor si Malin e Zi, Shqipërinë dhe Bosnjë Hercegovinën.